Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Filloj me emrin e Allahut jashtëmshëshmit mëshirëplotit, shënduesit madh ditës gjykimit. Allahun e falenderojmë, për Allahut kërkojmë falje dhe ndihmë. E lutim Zotin e Madhreshëm, adhurimet, ibadetet, punët e mira, kësaj dite na i ketë pranuar. Edhe ditëve që kanë kaluar, inshallah Zoti na mëson të presim në këtë ditë sa na kanë mbetur ti muaj shenjtë. Me shpresën dhe lutjen ma sinqerë se Zotit na i pranoj dhe të na fal. Kemi filluar inshallah të flasim për agjërimin e disa prej gjymtyrëve, siç kemi potencuar mbron, kena folur për agjërimin e zemrës. E sot inshallah do të flasim për agjërimin e gjuhës, apo çysh është forma apo metoda se si agjeron gjuha. Natyrisht, gjuha agjeron në një mënyrë shumë veçantë. Agjerimin e saj nuk e din askush tjetër përveç ata që e kanë privu gjuhën prej fjalëve të kota. Domethënë, ata cilët arrin me eduku gjuhën e tyre ka shi fjalëve të kota, ata e kuptojnë se çka do të thotë me agjeru. Agjerimi i gjuhës, dashur vëllezër nderuara motra, nuk ka kohë Ramazan apo jashtë Ramazanit, ajo duhet të jetë e vazhdueshme. Gjuha e njeriu duhet gjithmonë të jetë edukuar, ka shi asaj që Zoti i Madhreshëm na ka thirrë që të veprojmë me to. Natyrisht, na ka ardhur transmetim prej pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili kishte thënë një herë Muadh ibn Jabalit: "O Muadh, kujdes se çka bën me këtë, duke dhënë shenjë ka gjuha e tij." Muadhi po e pyet pejgamberin alayhis salam: "Ja Rasulullah, a edhe për këto çfarë flasim, kena më dhënë përgjegjësi për Zotit?" Atëherë pejgamberi alayhis salam i thotë: "Mirë për ty o Muadh, nuk ka asgjë që i çon njerëzit më shumë drejt xhenemit se gjuha. Nuk ka asnjë prej gjymtyrëve që njeriu e drejton drejt shkatërimit më shumë se gjuha e tij." Prandaj dashur vëllezër, dëmi që mund ta bëj gjuha, nuk mund ta bëj asnjë gjymtyrë tjetër. Dhe rreziku me cilën neve mund të largojmë, të azgjësojmë veprat tona të mira nëpërmes gjuhës është shumë i madh. Prandaj transmetohet për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, atë njeriu për cilën pejgamberi selam e lavdroi shumë për imanin e tij, tregohet dhe thuhet: ai, Ebu Bekri radhiyallahu anhu, e kishte kap gjuhën e tij edhe kishte fillu me çajt. Edhe kur e pa njerëzit sa çka po ndodh Ebu Bekr, sa kjo gjuha do të më shkatërroj sa mua. Kështu sahabët e nderuar dashur vëllezër e kuptonin që vërtet gjuha mundet me qenë ai mjeti i cili mundet të shkatërrojë gjitha veprat. Ndërsa nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu është transmetuar se ka thënë: "O gjuhë, ose thuaj fjalë të mira me të cilat Zoti i Madhreshëm do të shpërblej, ose hesh nga e keqja dhe ke më shpëtuar. Njënën prej dyjave zgjidhni, ose fol mirë, ose hesh." Prandaj dashur vëllezër, Allahu i Madhreshëm e mëshiroft atë njeri i cili kujdeset dhe edukon gjuhën e tij. Allahu i Madhreshëm e ruaj dhe mëshiroft atë njeri i cili i zgjedh dhe i përzgjedh secilën fjalë që e çet nga gjuha e tij. Dhe jo rastësisht Zoti i Madhreshëm ka thënë Kur'anin fisnik: "E Zoti nuk është zullumçar ndaj robërve, ai është i drejtë." Prandaj dashur vëllezër, nga pejgamberi alayhis salam na transmetuar dhe na ka thënë: "Kush e ruan atë që kanë mes dhëmbëve, që është gjuha e tij, dhe ruan derin e tij, moralin e tij, unë ja garantoj atij xhenetin." Ai njeri i cili kujdeset për gjuhën e tij, Zoti i Madhreshëm, sikur po na ka dhënë pejgamberi islam, që rruga drejt xhenetit është më e shkurt. Prandaj edhe njerëz të mençur e kanë qitë në vargje duke na thonë: "Ruaje gjuhën e njeri, mos të mashtroj ajo ty. Aja është si gjarpri, me të vërtet, thonë dietarët, vdekja është vetëm një qast. Mund të mbasësh me gjuhë çdo gjë që ke ndërtuar."
njeriu ka mundësi të ndërtoj shumë për një moment me gjuhën e tij e hup. Prandaj dashur vëllezër, kur sahabët, kur muslimanët e parë edukoheshin mbi frymën e Kuranit fisnik dhe mbi sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, duke e edukuar gjuhën dhe shikimin e tyre, atëherë ata kishin arritur që fjalët e tyre, të cilat i nxjerrin prej gjuhës tyre, tishin për kujtim për Zotin e Madhëshëm. Shikimet e tyre ishin meditim ka shi Allahut, ndërsa heshtja e tyre ishte mendim i thelluar te krijuesi absolut. Kështu lidheshin sahabët me Zotin e Madhëshëm. Kur e kuptuan ata frikën ka shi Zotit Madhëshëm, atëherë fjalët e tyre i kthyen lavdrim ka shi Allahut, ndërsa kërkejnë faljen për Allahun e Madhëshëm, e ndaluan përgojimin për njëri tjetrin, i ndaluan fjalët e kota dhe mashtrimin ndaj njëri tjetrit. Kështu edukuan sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet për Ibn Mesudit radhiyallahu anhu që ka thënë për Allahun, nuk ka në këtë kohë që meriton dikush mi jep burgim për jetë shumë ma shumë se sa gjuha. Qofse dekan e kështu burgos, i shdosh me burgos gjuhën tënde. Sepse vërtet ajo është shumë e rrezikshme. Natyrisht dashur vëllezër, kjo gjuhë, që na dha Zoti i Madhëshëm, kemi mundësinë dy forma ta përdorim. O ta përdorim për hajër dhe për mirë, o Zoti na ruaj kundër të. Prandaj, është shumë e rëndësishme dashur vëllezër nderuara motra. Ky Ramazan të jetë ai Ramazan i cili neve kena me eduku gjuhën tonë nga thashëthëmet, nga përgojimet, nga zilia, nga urrejtja, nga dashakëtësia, nga pabesia, nga fjalët e kota, nga fjalët e ulta dhe të pesta. Ashtu që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimani më i mirë është ai prej gjuhës edhe dorës cilët janë të ruajtur apo të mbrojtur të tjerë. Ky është muslimani më i mirë. Ai që ka rrit gjuhën dhe dorën e tij të edukojnë në formën më të bukur. Dhe ky Ramazan mendoj që i shdosh neve të na edukoj gjuhën tonë. Dhe ky Ramazan mendoj që është piknisja kur neve do të kthehemi gjuhës tonë dhe të themi ka dashur se kemi fol çka do të. Por ti duhet me di çka po flet. Sepse është shumë rrezik qofse agjërimin tonë gjatë tërë ditës e atakojna me përmes gjuhës tonë, se s'dina me ruaj gjuhën tonë. Allahu i Madhëshëm në Kur'an fisnik na drejtohet duke na thënë dhe thuaju robëve të mi. Le të thojnë ato që ka është më e mira se me të vërtet djalli, shejtani bën çytje mes tyre. Allahu na bëthirje kur flisni ato që ka është më e mira. E dietar për kanë shpjeguar pjesën e ajetit që ka thënë Zoti ato që është më e mira, ka thonë direkt po të bëj me përzgjedhjen e fjalëve që ka folëm na. Zoti po na thotë o ju musliman, o ju besimtar, o ju të cilët ju keni nashtruar Zotin, po i besoni Allahut fuqiplot, kujdes gjuhën e juaj. E çysh kështu? Shikoni çfarë thotë pejgamberi alayhis salam për ata njerëz që përgojojnë, shpifin e merren me gjëra të tilla. E mos përgojoj askush prej jush, po thotë pejgamberi alayhis salam. A dëshironi që të hani mishin e vëllezërve tuaj të vdekur? Këtë po thotë e urrejni. Subhanallah. Pejgamberi alayhis salam përgojimin e ka lidh me një vers që shumë i rëndë që se bas një njeri. Ka thonë të përgojesh është sikur me hongër mishin e vllotën për zvdekuri. Këtë punë thotë e urrejni. E nëse urrejni që ta me bo, urrejni edhe përgojimin që ashtë, sepse s'ban as përgojimi me ndodh. Dashur vëllezër, shumë shkurt dhe po e përfundojmë me një ngjarje, cila ka ndodhur kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë Isran dhe Miraj. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit prej Mesjidul Aqsas në qiell përpjet, ishte i shoqëruar me Hazreti Xhibrilin alayhis salam. Në qiellin e parë, kur ka hyrë pejgamberi alayhis salam, e ka pa një vrim të vogël
prej një kërshi, një shkëmbit ma, po del diçka prej atë, prej asoj vrimet vogël, po rritet shumë e madhe, dhe përsëri po tenton mu kthy në vrim, po s'po mundet sepse u rrit e madhe. Dhe subhanallahu pejgamberi alayhis salam muhabet me këtë ndodhi që po. Dhe për pyet Xhibrilin alayhis salam, ja Xhibril, çka është kjo punë? Qa është kjo gjë e cila dul për asaj vrime? U rrit për një herë dhe tash po tenton mu kthy prap, por nuk po mundet. I tha Xhibril alayhis salam, o i dërguari i Allahut, kjo thash fjala njeriu që nxjerr prej gjuhës tij, prej gojës tij. Shumë shpesh përdorëm shprehje me cilat i lëndojmë tjerët. Mundohemi përbi fjalën, po s'kthehet më vëllazë. Aja nuk kthehet më. Kujdes shumë si i trajtojnë atë tjerët. Kujdes shumë si sillemi me tjerët. Kujdes shumë si shprehemi tash i tjerëve. Le të jetë ky Ramazan agjerim i gjuhës tonë. Le të jetë ky Ramazan, ai Ramazanin në cilën gjuha jonë nuk din tjetër përveç se madhrim të Allahut madhresh. Nuk din tjetër përveç se selam edhe buzëqeshje ka shenjani tjetrit. Ai Ramazan me cilën do të agjerojmë me krejt gjymtyrët e trupit. Jo veç me stomakun tonë, po me secilën prej gjymtyrëve të trupit, këtë Ramazan do të agjerojmë, e natyrisht e kena fillu me zemrën tje, sot për gjuhën, e nesër inshallah do të flasim për shtynin se cilë shtyni do të na agjerojmë. Zoti ju shpërblet, vllai nderoft, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.